sot kemi një tranzicion në mes të prindërimit. Tranzicioni se kuptimin e tranzicionit? Sepse ka kalu periudhë mënyra se si kam prindru nënat tona, vjerat tona, në ato se si na po prindrojmë sot. Informatat janë sot pak më të frekuentueshme dhe prindrit më lehtë mund të qasen në për informata, se sa në periudhën kur nënat tona dhe vjerat tona, do më thonë gjeneratat më të vjetra kanë prindëru, nga fjalët e njëra tjetrës, nga përvoja, po e them. A janë veças janë informata mirjet, a është edhe rrethonat që kanë ndryshuar në mënyrën se si jetojmë, se si ekspozohen fëmijët tonë? Po, natyrisht që po. Se me çka ballafaqohemi nga kërkesat që na bijnë si prindër. Po, sepse në kohët më të hershme ne e dimë rolin e nënës dhe rolin e babait. Babai ka pasur rol që të dalë jashtë shtëpisë dhe të kontribuojë në pjesën financiare, ndoshta shumë herë pa ju kushtu zero rëndësi fëmijëve, sepse ka qenë ndoshta po e them edhe shtylla e shtëpisë. Po, mirë po dhe burrat e kanë pas një farë tendencë që është marrë të afrohen afër fëmijëve, deri vonë ka qenë kjo. Po. Dhe nana ka qenë ajo e cila është kujdesur, domethënë për fëmijët. Mirë po, a është kujdesur nana? Jo dhe aq, sepse kanë jetu në një bashkësi me persona domethënë më shumë se sa tash, dhe fëmijët kanë qëndru me kush ka qenë më i lirë në shtëpi. S'ka pas nevojë për qirthe? Jo, s'ka pas nevojë për qirthe. Qirthet i kanë pas të borrat të shtëpisë. Ka qenë një lumturi në vete. Ka qenë një lumturi shumë i mirë në vete, edhe unë nuk them jemi rritë shumë mirë, më kujtohet shumë shpesh periudha që ne jemi rritur, nuk e kujtoj ndonjë ditë që na kena nejtë mranda. Domethënë ke kujtimet imi kom jashtë shtëpisë. Mirë po ka qenë, domethënë, stimulimi jon për mu zhvillu mirë ka qenë shumë i lartë atëherë. Pse? Ambienti na ka stimulu, natyra na ka stimulu, lojrat e cilet na i kemi zhvillu jashtë shtëpisë na kanë stimulu, gjithë secila lojë e cila mundohet sot domethënë mu zëvendësu me lojra qoftë elektrike, me lojra domethënë të prodhuara fabrike, është e kotë. Sepse ato të cilet ne i kemi marrë, domethënë që kemi lujt jashtë me lojat të cilet edhe vetë i kemi kriju, sot nuk i kemi. Domethënë, shumë rol sheh fëmijët të cilët janë jashtë duke luajtur. Edhe mjetet teknologjike e kanë bërë të vetën në ditët e sotme që fëmijët ja kanë marrë fëmijërinë. Bukfalisht po e them, edhe fatkeqësisht një ditë isha duke shkuar në shtëpi dhe e pash në një vend të rrafë të luajt disa fëmijë. Ekstrem më la përshtypje, se kish kalu një periudhë shumë e gjatë që unë nuk kisha pa, domethënë, afër 7-8 fëmijë të cilët luajnë jashtë me top. Edhe për me ke shumë interesant. Jemi në një periudhë kur çuditemi që shumë fëmijë të luajnë përveç alternativave të mundohemi jemi zëvendësu me lodra, i mbushim shtëpit me lodra, i qetësojmë fëmijët përmes teknologjisë, vetëm a mundemi na me bo një punë tjetër. Unë e kuptoj, jeta dinamike e nanës në ditët e sotme është shumë me vështirë se sa periudha me hershme. Kam pas më shumë punë, kam pas më pak përgjegjësi. Sot kemi edhe punë, edhe përgjegjësi, sepse ne kemi sot nuk e them presionin, mirë po e kemi dhe me thanë tendencën që të shkollohemi, që të sigurojmë vendin e punës, që të kontribuojmë në karrierën tonë, që gjithë se cila femër dëshiron që të ketë një karrierë në ditët e sotme, mirë po e kemi ekstra edhe punët e tjera të cilët edhe nënat tona i kanë bu. Dhe përgjithësia që na i shohim sot fëmijë, o shumë e madhe se sa në kohët më të hershme. Sepse ne sot ju kushtojmë kohë, ju kushtojmë vëmendje, domethënë lajmë gjithçka tjetër pezull në shtëpi, që të përkushtohemi fëmijëve me aq orë sa i kemi në dispozicion, sepse